Jam informuar dhe kam prova të pakontestueshme të verifikuara nga organet kompetente të Republikës së Kosovës, se është falsifikuar nënshkrimi im nga një person i caktuar. Por veç kësaj, katastrofa tjetër këtu është se dikujt ju falsifikua nënshkrimi. Kogja shpesh ndodh që studentët në Kosovë fillet para inkuadrimit në politikë nisin qysh në studime përmes organizatave studentore. Në vazhdim kemi me ua tregu një sër shkeljesh që janë boggjat procesit të certifikimit të organizatës Iniciativa Studentore ose ISKZ si organizat pjesëmarrëse në zgjedhjet studentore në Universitetin e Gjilanit Kadrizeka. Në këtë universitet, në zgjedhjet e vitit të kaluar pra zgjedhjet studentore atje, Betina Regjepi dyshohet se ka fitu pozita drejtuese në organizata studentore jashtëligjshëm. Kjo për faktin se e njëjta u zgjodh edhe nën kryetare e rinisë së vetëvendosjes në Gjilan. Kjo vërtetohet edhe nga vetë postimi i faqes në Facebook të vetëvendosjes në Gjilan, ku kishte njoftuar për zgjedhjen e saj si nën kryetare. Se zgjedhja e saj në pozita drejtuese në ndonjë parti politike, po ashtu edhe në zgjedhjet e organizatave studentore është jo e rregullt, e dëshmon edhe rregulloria e zgjedhjes së studentëve në Universitetin e Gjilanit Kadrizeka, e ku thuhet se studentët që janë pjesë e organeve drejtuese të partive politike nuk mund të kandidojnë në listat zgjedhore të organizatave studentore. Por veç kësaj, katastrofa tjetër këtu është se dikujt ju falsifikua nënshkrimi, edhe pa dijenin e tij u bë përfaqësues i organizatës studentore ISKZ. Ai madje këtë e kuptoi vite më vonë. Jam informuar dhe kam prova të pakontestueshme të verifikuara nga organet kompetente të Republikës së Kosovës, se është falsifikuar nënshkrimi im nga një person i caktuar pa dijenin dhe pa autorizimin tim. Kjo çështje është proceduar zyrtarisht në polici dhe në prokurori, dhe çdo përgjegjësi për këtë akt bie mbi personin që e ka kryer. Sa i përket zhvillimeve brenda fakultetit, proceseve zgjedhore apo veprimeve të menaxhmentit, nuk është as përgjegjësia as interesi imi të merrem, sepse deri më tani personalisht nuk jam dëmtuar nga asnjë veprim i tillë dhe nuk më intereson të komentoj për diçka që nuk më përket. Tash kemi me ua paraqitur në nënshkrimin për të cilin dyshohet se nuk është i personit të apostrofuar, pra ky nënshkrim dyshohet se u falsifikua. E gjithë kjo situatë duket se ndodhi pasi që organizatave të tilla ju mundsohet një buxhet financiar i caktuar dhe dyshohet se dikush mori para në emër të dikujt tjetër. Lajminet do të interesohet edhe në organet e drejtësisë se cilat janë hapat e radhës që do të ndërmerren në këtë drejtim, duke e ditë që sipas ligjeve në fuqi, falsifikimi i nënshkrimit të dikujt tjetër dënohet deri në 3 vite burgim.